Kreu i Partisë të Ballit Kombëtar Adriatik Alimadhi, pas një takimi të zhvilluar në Vlorë, flet në një intervistë ekskluzive për televizionin 6+1 Vlora. Alimadhi komenton situatën politike në Shqipëri, pikërisht sipas tij në një fushat zgjedhore tepër të nxehtë dhe të rëndësishme për fatet e vendit. Adriatik Alimadhi e quan emergjente ndryshimin e sistemit më 11 maj, teksa fton qytetarët të bëhen pjesë e këtij ndryshimi. Në fakt është një pyetje shumë e drejtë, pyetja mban një qëndres shumë të rëndësishme. Sigurisht që jemi në fushat, sigurisht që kjo fushat është e veçantë nga gjitha vitet e tjera pothuajse, edhe për shkak të situatave që ka kaluar opozita në tërësi, dhe në këtë aspekt unë gjykoj që vërtet është një situatë zgjedhore shumë e dobishme për shoqërinë dhe tërë shoqërinë shqiptare. Ajo që gjykoj unë, kur them që është shumë e rëndësishme dhe ne konsiderojmë të dobishme ndryshimin e sistemit, e quajmë emergjent ndryshimin e sistemit 11 maj. Në këtë aspekt ftojmë të gjithë shqiptarët të bëjmë pjesë e ndryshimit, të bëjmë pjesë e njohjes së programit. Kreu i Ballit Kombëtar Adriatik Alimadhi vlerëson garën elektorale. Sipas tij, gara në këto zgjedhje është tepër e vështirë për shkak se përballë kanë një sistem, një regjim të mirë organizuar që funksionon si një qelizë dhe strukturë vetme. Sigurisht është e vështirë. Ajo që thatë ju, pyetja është shumë reale sepse ata kanë kapur një sistem të tërë dhe din ta menaxhojnë një sistem. Unë gjykoj që e djatha në tërësi për këto 35 vite duhet të kishte bërë disa lëvizje politike, sigurisht me ligje demokratike, duhet të kishte ndëshkuar krimet e komunizmit, duhet të kishte abrogruar ligjin 7051, ligjin e prona, duhet të kishte bërë një histori për këtë vend, duhet të kishte afruar shqiptarëve një frymë krejtësisht tjetër. Pra, e djatha në këto vite duhet të kishte konsoliduar ideologjinë e saj që mos kishte këto ndarjet që kanë filluar tashmë, dhe nëse Partia Demokratike do ta kishte bërë këtë sigurisht, do të kishim një parti demokratike më të konsoliduar sigurisht dhe majta nuk do të vinte në pushtet. Alimadhi komenton për 6+1 Vlora dhe një incident që i ka ndodhur personalisht pak ditë më parë, të cilin ai e quan një formë presioni jo vetëm ndaj tij por edhe familjes së tij për të ndalur frymën politike dhe ndryshimin që i është garantuar vendit. Po nuk është se është era e parë që bëhet ndaj familjes time. Ndaj familjes time ka filluar qysh nga viti 2013, po sigurisht edhe më përpara, sepse të majtet këtë strategji kanë, ato duan të godasin fiset në cilën ka një kontribut në këtë vend për të ngjallur një frymë tjetër. Ju e patë rastin e Korçës për ftesën që kryeministri i bëri zoti Vrenozi për ta futur atë në kthetra, por unë nuk besoj se kjo është një politikë që zoti Rama do të bëjë këtyre fiseve të djatha të joshit deri diku, të djathat kanë ditur pavarësisht elementeve të tjera që ka pasur Partia Demokratike, por të djathat ata që janë të djathtë kanë konsoliduar qëndrimin e tyre, por sigurisht edhe veprimtarinë, aktivitetin, përkushtimin ja kanë dhënë gjithmonë Partisë Demokratike, por sigurisht edhe në 11 maj besoj që djatha reale, ata që quajnë veten të djathtë, do ta japin këtu pavarësisht presioneve që mund të na bëjnë ne jemi mësuar, pavarësisht se ne na kap plumbi i gropave, themi ne, pavarësisht se burgjet kanë qenë për ne, vuajtët kanë qenë për ne, po sigurisht ne kemi ditur për të ku të japim, si më thënë, qëndrim. Balli Kombëtar nuk është se ka lindur si parti e një interesi të vogël, edhe ditë i mbajt depresionet, ditë japi përkushtimin, ditë japi rrugëtimin e saj, edhe ka qenë shumë i dobishëm në raport me marrëveshjet, sepse marrëveshjet kur lidhen subjekti politik apo dhe individi që drejton një subjekt politik duhet t'i orientojë shqiptarët ku është programi më i dobishëm. Pra për t'i ofruar shqiptarëve një mundësi dhe për ta konsoliduar në kuptimin e frymës kombëtare. Kujtim Lamaj, sekretari përgjithshëm i Ballit Kombëtar, ka një ftesë të hapur drejtuar qytetarëve të Vlorës, një ftesë për të votuar Ballin Kombëtar, Aleancën për Shqipërinë Madhështore dhe kandidatin Ridvan Mersini. Ju falenderoj që jeni prezent me median tuaj, 6+1 është një nga kanalet i Vlorë dhe e ndjekin dhe unë vetë jam ndjek si rregull të tij. Kam një mesazh për gjithë qytetarët e Vlorës. Kam një mesazh për gjithë ato familje nacionaliste që e duan Shqipërinë, që e duan kombin shqiptar, që e duan familjen, që e duan vlerat e familjes, që din të respektojnë këta burra që ranë për këtë vend, që din të respektojnë moralin, që din të respektojnë karakterin, ju bëj thirrje të gjithëve të votojnë numrin 1, të votojnë Ridvan Mersini, të votojnë kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Madhështore.